Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tha se nuk ka pasur konflikt fizik, del blof Rozana Radi, publikohet video ku ajo pranon dhunën. Një video e vjetër e këngëtares dhe moderatores Rozana Radi nga një intervistë me Adi Krastën po bën xhiro në rrjeteve sociale duke marrë vëmendjen e ndjekësve. Shkaku kryesor i rikthimit të kësaj video është deklarata e Rozanës, e cila në atë kohë pranoi se kishte një sy të lënduar si pasojë një konflikti fizik të ndodhur vite më parë me kolegen e saj Rezarta Shkurta. Kjo bie në kundërshtim me deklaratat e saj të fundit ku ajo e mohoi një përplasje të tillë gjatë një debati në Big. Në videon e vjetër, Rozana Radi flet për konfliktin duke treguar edhe se rasti kishte përfunduar në gjykatë. Kjo çështje u rikthye në qendër të vëmendjes pas debatit të fundit në reality show ku konkurrentët Gjesti dhe Kelly ja përmendën Rozanës konfliktin me Rezartën. Kjo mospërputhje mes deklaratave ka ngjallur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë ndarë mes atyre që besojnë versionin e saj të mëparshëm dhe atyre që mbështesin deklaratat e fundit të Rozanës.